këto mund të shohim çka valizhe, çanta. Po, është Ka ndonjë detaj road trip, është film road trip. Jo, mund ta them edhe pjesën e historisë, se është i hedhur është po. I lexuar, më thënë, mund ta lexosh e ke edhe në pjesën edhe në kinema. Është Goni dhe Lemja, janë mamë e birë, të cilët vinë janë emigrant në Angli dhe vinë në Shqipëri për të gjetur një vajzë nuse të virigjër. Tipike. Kjo ndodh edhe sot, besoj, që vinë shumë nga Anglia për të gjetur një nusë. Jo vetëm Nietzsche e kemi sot, do kemi edhe këtë. Patjetër. Gonin e Patjetër, edhe vinë për ta gjetur këtë nusën e virigjër dhe bëjnë gati tani. Rrugës para se të nisen këta, për arsye fluksit të madh, siç vinë emigrantët në verë, që ka shumë fluks, s'ka një. Nuk ishte edhe makina me qira. Tani unë nga ajo zonë që ishin dhe ata aty afër isha, Luli, personazhi im, shkon me këta rrugës për të shkuar në shtëpinë e vet, sepse mami e ka marrë telefon dhe i ka thënë që qenin tënd e ka shtypur makina. Edhe duhet të vish. Duhet të vish, më thënë që ta shohësh se nuk ka ngordhur akoma, por është keq. Dhe vjen me vrap dhe bëhet bashkëudhëtar në makinë me Lemen dhe Gonin. Aty fillon. Tani aty fillon pastaj pjesa e aventurës. Fillon aventura, jo prishet makina, jo përplasemi, jo rim jashtë, jo humbet valizhe, se është një valizhe kuqe aty që aty ka qenë plot me lek, plot me para, aty humbet pa dashje me dashje nga Luli, personazhi im. Edhe aty fillon ngjarja, ajo valizhe e merr dikush tjetër dhe fillon ca ngjarje, bën ca situata. Bën një lëmsh. Po, bën një lëmsh aty e madhe. Edhe është në vazhdimsi, saqë Luli është nga ata personazhe sado që të rregulloj punë, ai prish punë. Edhe pastaj vjen dhe Sara. Sara është një grua e cila po ndahet nga burri, po ikën dhe po lë burin për shkak të dhunës. Dhe në aty që do vinte Goni dashu për të gjetur një vajzë shqiptare të virgjë për të martuar, dashurohet me një grua të martuar. Të ndanë nga burri. Ja, aty ikën truri, pastaj lemes fare. Kjo është. Po kurse Luli që është një open mind, një person që e do atë, mundohet të ndihmoj për t'i lidhur edhe për të hequr më janë pjesën e mamit vet. E do shikoni pastaj ngjarje si lidhet. Duket në fakt, po ta shohësh me vëmendje dhe foton, duket dhe si kimi i Leme, si Goni. Patjetër. E jep atë impaktin. Patjetër. Edhe mezi po e presim, ja të vi.